Shqipëria është një ndër destinacionet e duhura për pushimet e kësaj vere. Ky është rekomandimi që jep The Washington Post amerikanëve të cilët po planifikojnë të vizitojnë Europën. Shqipëria renditet si një ndër 5 destinacionet me çmime të përballueshme dhe me natyrë fantastike. Media prestigjioze shkruan se Shqipëria për atmosferë është e ngjashme me Kroacinë, Italinë ose Greqinë, ndërsa çmimi mesatar i një dhome dyshe është $96 për natë dhe mund të kaloni 7 net të plota në Shqipëri për më pak se $2.000 për person. Vlerësohet historia mesjetare, ushqimi mesdhetar dhe plazhet sidomos në Rivierën e Jugut. Shqipëria mund të jetë në radarin e shumë amerikanëve, pasi vizitorët mund të zbulojnë plazhe me ujëra të kristalta, vije bregdetare mahnitse, qytetet e gjalla dhe fshatrat idilike. Vlerësohen veçanërisht qyteti i Shkodrës, ku mund të përjetohet momenti mbretëror në Kështjell ose Dërmiu për një qëndrim të qetë në plazh. Gjatë këtij viti, numri turistëve amerikanë që kanë vizituar Shqipërinë ka pasur një rritje të konsiderueshme. Sipas të dhënave zyrtare, rezulton se në periudhën janar-shkurt në vend kanë hyrë rreth 12.600 shtetas amerikan, ose 23% më shumë nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë që pritshmëritë janë edhe më të mëdha për periudhën e verës. Sipas vlerësimit të turoperatorëve, vendin pritet ta vizitojnë rreth 14 milion turistë, ndërsa pjesa më e madhe e strukturave akomoduese është prenotuar paraprakisht.